Nuk është më sekret, ja si të zgjidhni shalqirin më të mirë në treg. Sekreti qëndron tek ngjyra. Sa më i pjekur të jetë, aq më e errët është jeshilja në lëkurën e tij. Kushtojini vëmendje peshës. Pavarësisht se sa i vogël apo i madh është shalqiri, duhet të jetë i rëndë për madhësinë e tij. Shalqinët e pjekur dhe me lëng janë ata që përmbajnë më shumë ujë. Kthehini përmbys. Për të kuptuar nëse është pjekur, duhet ta ktheni përmbys për të gjetur pikën që prek tokën, e cila duhet të ketë një ngjyrë të verdhë. Nëse ky vend është i bardhë ose jeshil, do të thotë që shalqiri është prerë para se të jetë pjekur. Për të siguruar që është i freskët, kërcelli i tij duhet të jetë i gjelbër dhe jo i tharë. Një trokitje e lehtë në shalqi ndihmon. Duhet të tingëllojë si një johon e vogël. Kjo do të thotë që shalqiri është i freskët dhe pjesa e jashtme e tij është shumë e fortë, gjë që e bën frutin më të shijshëm.